Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Edhe uroj që t'jeni mirë të gjithë, se kemi gjithë ato viroza vërdall në përkëmbë. Unë gati e kalova para ca kohësh, po shikoj të fëmijët që janë shumica me gripra e me gjëra. Tani kam shumë kohë që nuk bëj një hyrje tamam, edhe mora edhe mikrofonin se ka kohë që e kam marrë dhe nuk po e përdorja, kështu që shpresoj të punoj dhe kontrolloj pas kësaj video. Se ndonjëherë qëllon që nuk e kam ndesur ose ndonjë gjë, është edhe mbase nuk punon siç duhet. Po, edhe kam shumë kohë që s'kam bërë një hyrje tamam edhe t'ju them kështu me qetësi që bëni një subscribe please, edhe like, komente, share, çfarë të dëshironi, sepse e dini ju që kur kam marrë atë copyrightin nga Bigu, kanali është kështu, edhe pse kohët e fundit kam qenë konsistente, e di shumë mirë që nuk kam bërë ndonjë kush e di se çfarë, por tani kjo është jeta jonë, punë, shtëpi, supermarket, gjëra të zakonshme. Po mami, du që do ta vlerësoja shumë një subscribe nga ju që s'keni bërë akoma, edhe like apo komente apo të ndani me miqtë e mikeshat tuaja. Edhe do ta nisim me supermarket haul. Se te video tjetër kemi bërë shumë supermarket, por nuk bëra se thash të jetë e bezdisshme. Po tani, si ta nis të dielën, kur kam pastruar shtëpinë të premten dhe nuk kam zgjatur as 2 ditë, është bërë sikur se kam prekur me dorë. Përveç se shqyrzotit kam mbaruar rrobat, lavatriçet, hekurin këto për javën, uniformat, se ato janë më kështu që të bezdisin të bësh çdo ditë. Edhe kam një lavaman plus me jenë këtu. Nuk është se do edhe në drek kishim gjellën që kisha bërë dje, ishte dalë shumë e mirë të drejtën, kemi prap nga ajo pispilia që doli po prap shumë e mirë, po jo që do e haj Reni me Alinën. Alina e provoi, i pëlqeu, nuk është se hëngri më shumë. Anyway, edhe thash si ta nis unë tani vlogun, ta nis me supermarket haul, u bë ca kohë që s'kemi bërë. Edhe pastaj me që është e diel, nuk besoj që do i futem prap shtëpisë. Ta mendoj ta shikoj, kemi mbaruar me detyrat, edhe kjo është një gjë tjetër se edhe po shkruanin edhe prindrit aty te grupi, është shumë ndryshe nga sa kemi bërë ne, do të thënë nuk është se ka libra, përveç se librat që lexojnë, nuk e di për në shkollë, por i kanë të gjitha tek Google Classroom, që duhet bësh login, të kontrollosh aty detyrat që mund të kenë, kanë aplikacione që duhet lozin matematik, lozin, po themi, që duhet bëjnë ato të numrat, të mësojnë që t'jenë shumë të shkatët. Edhe është screen, me pak fjalë. Është ekran, që se si po mundohemi që të mos teprohet. Edhe mbaruam, Reli ka bërë shkrimi, ka marrë një fletore që ta ketë për detyra shtëpie që i bëj unë vetë, fjalit që thot mësuesja, ose fjalë të reja, ose ca gjëra nga matematika, nuk e di nëse ja bëj korrekt, por po mundohem. Se gjithsesi ata bëjnë edhe në shkollë shumë, kështu që nuk është shumë problem ta themi. Frigoriferin tonë të mbushur me letra me gjëra. Letra higjienike për të tërë. Mora këtë për enët, ishte me shumë ulje. Këto për lavamanin, nuk e kam iden ku i kam lënë peshqyret e kuzhinës, duhet sistemoj rrobat, hiqen dhe verës që kam akoma për të hequr, po mora këto t'i kemi, patjetër buk nga Lidl. Si mund të mos marrim buk nga Lidl çdo të diel ose çdo të shtunë. Kemi marrë dhe këto noodles, çuditërisht Reli me Alinën i kanë provuar një herë, unë jam lutur herë të tjera, lutur jo, po kur kam bërë për vete për shembull ndonjëherë, dhe i kanë provuar, i kanë pëlqyer, kështu që hajt tash po i marrim, i pan aty, thanë ti marrim edhe i morëm. Gjasme e kisha shtypur unë, po më duket se kisha shtypur, nuk e di çfarë fillova nga qesja tjetër. Anyway, këto kofshët e pulës, mishviçi, salcice për zonjën Alina që e kemi jo mish ngrënëse, po salcice ti ha. Nisër nga ky në konserv, ishim kohë pa marr. Philadelphia. Mish të grirë, pak më janë bërë kështu si rutinë këto vakte, domethënë fasule një pit, makarona me mish të grirë, pul, gjellë me mishviçi, kështu gjërash
Janë bërë si rutinë. Morëm këtë lëngun e portokall, jo, tropikal. Këtë detergjentin e rrobave është pluhur, po ka dhe aromë. Nuk ishte shumë i shtrenjtë, kam pas marrë një herë, kishte një aromë shumë të shpifur, kështu që ky është me kamomil, lavande, lule, kështu që presupozohet të ketë një aromë më të mirë, edhe më pëlqen sepse i lan rrobat shumë mirë. Ndryshe nga kapsulat, nuk e di, nuk më mbushin shumë mendjen. Vjen Alina tani edhe thot jam shumë e uritur. Edhe do një salqiqe. Se harova. Na solli babushi Alinde. Edhe double sneakers, një Red Bull, edhe Nutella i tha shumë të marri për Elin se shkruajti shumë që bravo, nesër në mëngjes buk me Nutella. Buk tosti, se e bëjmë edhe me buk me vezë, bëjmë dhe buk me reçel edhe tost, e përdorim në përgjithësi. Sfunxher enësh, nuk e di ku e kam lënë një pako që kam marrë, se sfunxherët e enëve i ndroi goxha shpesh, se është tomate, pezë, në qese kështu të vogla për ushqimin. Zakonisht ju vendos snack çdo ditë në çantë, që mund të jetë një patatin, rushitat, ose një moll, ose mandarin, popcorn, ose breadstick, dardh, mundohem t'ja u alternoj kështu ditë të ndryshme, Relit edhe Alinës, që ta hanë pasi të mbarojnë mësimin, kështu që më duhen këto qeset e vogla. Speca djegës, djath grek, po jo vetëm 2. Kemi marrë 5. Makarona të gjata, spaghetti, bajame, ara, që si për flas bebave, morëm një kos grek, qofte të vockla, kastravec, jo vetëm kaq. Alina e konsumon shumë kastravecin edhe domaten dhe pepër. Banane, nuk më pëlqenin fare, nuk e di, ishin jo të mira hiç. Në barku im kam rënë shumë qik këtë javë, dhe me thënë shumë më shumë se që duhet, aq sa s'kam qenë rehat, edhe kur flija gjumë nga stomaku. Do të arralloj, bëj një salat ta marr nesër me vete dhe do ha salat vetëm. Morëm djathë dhe salam për tost, që mund t'i përdorim dhe po të bëjmë dhe një omlet ose në një gjë kështu. Kemi marrë nga këto mollët që janë të vogla, 4 pako, janë shumë të mira, po edhe për faktin se Reli dhe Alina, sidomos Alina, do t'i japësh një mollë të madhe, ha gjysmën, nuk e ha dhe e le aty. Kurse këto i hanë më mirë. Po! Alina po lahet! Edhe kemi marrë gjithë këto, edhe në snack me vete, pas shkollës, ose një oriz të thjesht, nuk po bie rahat me orizin fakt në supermarket, që kur mora atë orizin gol, nuk e di. Po, patate, sigurisht duhet bëjmë në një gjë në ato kopshët e pulës, mbase në furrë. E di, edhe tani kemi bërë kështu si rregull që çdo gjë që gatuajmë duhet ta provojnë dhe Alina dhe Roeli nëse nuk e hanë, se janë bërë kanë qenë prej disa kohësh, po jam lodhur me këtë gatimin different, ndryshe për shumë njerëz, edhe nuk kufizohesh se çfarë blesh në supermarket duke menduar e han ato këtë, nuk e han këtë. Kështu që çdo lloj gatimi që do bëjmë, se për shembull ato e han pulën dhe pataten, po jo në furrë, kështu që do e han dhe në furrë. Kemi bërë kështu si detyrim që ta provojnë. Edhe ja ku kemi marrë dhe kofsh të mba pule. Ky ishte supermarketi, tani do i bëj ca makarona të hanë për darkë se kanë ngrënë jo mirë, e që nuk i pëlqen të gjella, kështu që do i bëj makarona me gjallë, edhe do vendos lulet në ujë. Kaq shumë për të gjitha. Ndërkohë dëgjoni gër nga makaronat.
Presim të qelin edhe këto. Edhe këto. Edhe lullet I vendosa në vazo. Gati të lyejmë flokët. Nuk e gjeta 6-ën, siç e marrëm, po dhe 6.6 është okay. Po sot si rrinë valukët lartë. Edhe do t'i lyej. Gjithmonë vesh këtë bluzën e zezë kur më tesu mikrofonin, se u bëra në fiksim tani. Kur lyej flokët, edhe po të bëj në ngjyrë, megjithëse kjo e kuqja hiqet, se mua më bën dhe peshqiret, po hiqet komplet. Dhe këto më pëlqejnë shumë që janë zbutës, unë zbutësin nuk e përdor shumë, zakonisht vetëm 2 herë pasi e lyej, 2 herë kur lahem pasi e lyej flokun, por këto zgjasin goxha. Edhe kam akoma nga ajo tjetra. E bëra miksin tani të dyjave. E di që është errësirë këtu, se kam dritën mbi kokë, edhe pasqyra është lart. Por kam çfarë bëj. Ju jeni gati. I kam prerë ondet, domethënë mund të rinë dhe ondet e mira. Jo kështu se I kisha thirrë, po. I kam prerë jo balukët, po flokët të djegura. Mamam! Në banjo! Okej, hajde ripa. Po, nuk të bën mirë kjo aroma, se është boj, mami. Ja, kam prerë flokët edhe Alinës. Sot? Done. I kam mbytur në boj. Do t'i mbaj një 35 minuta ose 40 edhe pastaj do futem të lahem. Si do lahem nga ky gishti, që e sheh që lëkura nuk e di, po asnjë gjë nuk është. Ne koha që të bëjmë skincare. Bëra ca video kutis që të bëjë një reel kur të mbaroj, kur të kalojnë 3 javë, që do t'i tregoj edhe në Instagram, po edhe në YouTube normalisht. Jo shikoni gjithkohës. Normalisht që flokët nuk do duken tani, sepse është errësirë, se unë gjithmonë harroj ta ndez ring lightin, por kuptohet refleksi. Nuk do t'i krej akoma, sepse dua të bëj një nga maskat. Që do të zgjedh të që është detox. Edhe voilà. Që ta shikoni edhe ju se sa mirë duket njeriu me dritë kur filmon, bën foto të gjitha, se e bëra për reelsin, foton drejt edhe videon, kështu që është maska. E hoqa edhe maskën, I krea edhe flokët një qik, më mirë se tani nuk I kam lyer asnjëherë jo, por ka shumë kohë. I lyeva tamam. Tani doja të bëja shumë gjëra, po nuk po bëj asnjë gjë. Të gjitha shënimet që kam mbajtur tek kursi që bëra për ndihmën e parë dhe ato që bëra në fillim, dua t'i hedh tek një fletore tamam me shkrim të rregullt, jo shkrim pulash, kështu të shpejt. E thash ta bëja sonte, po nuk do ta bëj se jam si përgjumshëm dhe kur ta bëj dua t'jem të kem më shumë energji dhe t'jem përqendruar e fokusuar. Agjendën të shënoja pak se bëra booking tek një prenotova, po e themi në shqip, një fush me kunguj, ta them, që të shkojmë. 10 vjet kemi dalë për trick or treat. Nuk e dia do e bëj këtë vit, se fëmijët u kënaqën, po është e lodhshme. Kështu që do shkojmë tek ajo fusha me kunguj, të kalojmë atje drekën, edhe nejse, po e shkruaja këtu edhe po shkruaja edhe orarin kur e lash që të shkojmë te Lodrat me Grace. Edhe po shikoja datën, që ta shikoja ç'a date I binte dita që do shkojmë.
Kur shikoj unë kisha lënë orarin e mëngjesit, kur ne lam nga dreka në fakt, e thash u hau, mirë që e hapa, u futa e bëra e rregullova prap. Edhe kam dhe një gjë tjetër për të bërë, por nuk jam e sigurt se si tek shpjegoj, që ka të bëj pak a shumë me dokumentat, por kur ta mbaroj do t'ja tregoj. Atë të vona kisha bërë këtë qese me snack që ta marrte puna nesër. Dardhë, mandarin, patatina edhe çokoladë. Jo t'i ha të gjitha për një herë, por nuk t'i ha disa në kushimin e mëngjesit, pastaj disa pas drekës. Tash do bëjnë një sallatë, marrë atë pispilin me vete. Po kam ngrënë kaq shumë këtë javë sa ju nuk e imagjinoni dot. Realisht, si thonë, më falë Zoti, po më dhem stomaku. Kaq shumë kam ngrënë. Edhe po mendoj që të filloj prap drekën, të ha drekën te shkolla normalisht, sepse ajo më kishte ndihmuar. Nuk e di, mbase janë ato ditët e bukura të muajit para ditëve shumë të bukura të muajit që mund të kem uri. Nuk e di. Mbase lodhja, se është për kështu si rutinë nga mëngjesi deri në darkë s'marrin frymë. Nuk e di, por e mora qesen tani dhe mëkati darkës të ha këtë sneakersin. Tani unë ato shënimet nuk do i hedh, se ju a shpjegova. Kam vënë Love is Blind, filluam të shikonim Godfather me Erionin, edhe pash deri te pjesa që e ka parë ai, kështu që do e pres ta shikojmë vazhdimin bashk. Por vendosa Love is Blind thjesht sa për të shtyr pak kohën kështu si zhurmues. Më erdhi një letër për prindrit ose ata që kujdesen për Roelin, si safeguarding, si ta them në shqip, ka institucione përkatëse që monitorojnë nëse fëmijët rriten ashtu siç duhet, edhe nuk prindrit ose kushdo që kujdeset për ata nuk i neglizhojnë takimet me doktorët, dentistin, ushqimet, kështu që ato bashkëpunojnë me shkollat me çdo lloj gjëje, edhe kujdesen që fëmia të ketë një rritje siç e meriton, po themi. Tani unë kur kishte Roeli dhimbjet e dhëmballa, ju a kam shpjeguar, ata që më ndjekin me kohë e din, e çova te dentisti që e çonim gjithmonë dhe atyre kishte mbaruar kontrata me NHS, sepse është klinikë private, por pranonte pacient nga shteti. Kështu që gjeta më të afërtin, edhe e çova atje dhe kishim lënë takim pastaj prap atje, e regjistrova aty. Se thash mbase i kam mbaruar kontrata atyre dhe nejse më e regjistrova aty. Por kur shkova të pyesja, pastaj te klinika që ishim sa kushtonte privatisht për ta bërë, sepse mbase nga shteti do prisnim goxha dhe ai kishte nevojë besoj për ndërhyrje të shpejtë, ashtu siç ato ja bën direkt. Edhe ato më thanë që kemi kontratën prap me NHS, kështu që me shëndetin publik, po e them shqip, si ta them ndryshe. Dhe ne vazhduam prap atje dhe me Roelin dhe me Alinën. Dhe më kanë ardhur mesazhe nga klinika tjetër që keni takimin, keni humbur takimin, keni takimin, keni humbur takimin. Edhe thjesht i kam neglizhuar. Edhe tani më vjen kjo letra që më thot keni humbur, Roeli ka humbur disa takime me dentistin dhe që të sigurohemi që çdo gjë është në rregull. Duhet që nuk e mbaj mend fiks, nuk e di, nëse nuk na kontaktoni brenda 2 javëve, pastaj normalisht që merren hapat e tjerë dhe po qeshja, se thash nuk e dija që jo nuk e dija, sepse ajo gjë ndodh, por thjesht nuk ma merrte mendja për këtë rast, nga që ne kemi vazhduar te klinika tjetër dhe në mendjen time normalisht që do ishte korrekte që unë ta merrja klinikën tjetër dhe t'i thoja që shiko se ne jemi kthyer prap te klinika, po duke qenë se janë të dhëna që hidhen në shtet, thjesht mendoj që janë automatikisht të lidhur dhe ata e shikojnë për shembull në sistem që
ai është diku tjetër. Nejse, unë mund ta kisha marrë dhe t'ju kisha thënë, mbase gabimi im, t'ju kisha thënë që kam vazhduar me klinikën tjetër, por që është shumë normale edhe në shkollë, për shembull, kur mungon një fëmijë për disa ditë dhe ne kontaktojmë prindrit, ata nuk lajmërojnë asnjë gjë, nuk përgjigjen kur i kontaktojmë. Pastaj është si procedurë, është me ligj që ti duhet lajmërosh organet përkatëse që nuk e dim se çfarë bëhet me këtë fëmijë, kështu që ata pastaj vazhdojnë edhe bëjnë punën e tyre. Por u çudita, kështu që unë e kam futur në çantë edhe duhet t'i marr nesër në telefon të mos harroj, se punonin vetëm nga e hëna në të premte, edhe letra erdhi të shtunën, kështu që do shikoj dhe orarin kur punojnë edhe do t'i marr, t'i them. Sapo më erdhi një mesazh tani këtu për një ditëlindje shoqës Alinës. I kam shijuar me thënë drejtën deri tani që nuk kam bërë pothuajse asgjë në kuptimin siç bëja unë që e kisha edhe fundjavën si ditët e javës, dil 8 mëngjesit nga shtëpia, hajde pas dite, bëj dhe punët e gjërat e tjera, kështu që këto kohë kam shijuar se vetëm kemi qëndruar në shtëpi, ndonjë park, hajde kemi takuar ndonjë tek tuk, 1 orë, 2 orë, pastaj thjesht kemi qëndruar në shtëpi, jemi zgjuar avash s'kemi dalë nga shtëpia, se këta zgjojnë pikë mëngjesit, nuk bën diferencë. Kam shijuar, po tani me sa duket fillojnë, po prap do mundojmë që një ditë të fundjavës ta mbaj që t'jemi pushim edhe relax, sepse kemi nevojë. Tani, it is what it is. Më katë po bëj, por këti Snickers është çokolata ime preferuar, po doni të merrni me të mira, më sillni një Snickers, edhe all good. Pastaj aknet e shkreta, do me thënë kremrat, realisht, se unë po bëj video, nuk është se do e shkruaj këtu snap edhe njëra edhe tjetra, unë në çdo video e kam treguar që po i përdor, por realisht shikoj shumë përmirësim edhe tek poret e fytyrës, nuk janë të mëdha ose shumë të dukshme, edhe lëkura, nuk e di, shikoj shumë përmirësim, por akne për shembull si kjo, normalisht kur ta çokolata unë do dalin, se është mirë kjo, por shpresoj shumë që të heq dorën nga këto butalliqe. Darka për sonte është një sallatë mikse, i kam hedhur edhe ca therime djath, misër, balsamico fajullieri. Kam bërë një supë me qofte, duket shumë e mirë, edhe speca djegës për erionin, të skuqur edhe pak djath. Kurse Alina do haj për shesh me kos, se nuk i ha këto suprat me qofte, dhe me thënë se supën përgjithësi e ha, po e kemi bërë që të provoj çdo gjë, po vrau shumë gishtin çpar, kështu që po e durojmë me nerva, le të haj për shesh me kos. Ndërsa Roelit i bëra këto, si duket kjo, lëngu i qofteve, së në gjanë si qime. I bëra qoftet këshu veçmas, edhe do i vendos edhe pak misër, kastravec, buk edhe nari. Ja, dhe ju varlakja, ose jo, nuk bëhen tamam këshu ato, po qëllë me qofte i kemi, me qofte të vogla. Po pse kështu? Po të më to njëra i ke sytë në rregull ajo. Të si e kam kishtin unë. Një mix e kam bë drekën sot. Është oriz me pul edhe perime, ullin, kastravec, fruta. Pa tjetër kafja, që e kam bërë që në orën 10. Që tjetë tani e ngrotë, s'po e hap dot. Edhe gishti jemi djekur këtu.